Miqtë e mi, se që u premtova, ritakohemi në kuzhinën tonë, është moment shumë mjeshishëm, aromatik, që ne e lecemi të jemi më të çlirët në kuzhinën tonë. Edhe në kuzhinë sigurisht mund të jesh më i çlirët, mund të eksperimentosh, mund të gatuash dhe mund të ftosh dhe miqt për të bërë gjëra të bukura së bashku. Këtë gjë kemi bërë dhe ne sot me zonjën Tefta. Shkojmë të shohim se kush na ka riardhur në kuzhinën tonë. Përshëndetje. Zonja Tefta? Përshëndetje. Gëzimi, mirë se erdhe Gëzim, është kënaqësi që jemi këtu. Kënaqësia gjithë e imja. Zonjës Tefta i shkëlqejnë syt kur thret çunat e vet këtu në kuzhinë, se kështu i quan. Sa herë që ne pim një kafe, bisedojmë bashkë, gjithmonë thot ata çunat e mi dhe fillon me emra, jo zonja e nga një. Shiko, ne do të themi tani, pasi kemi përshëndetur Gëzimin, është një gjë shumë e veçantë që do të gatuajmë sot. Sepse i përshtatemi Stinës. Edhe është sezoni i mos e thuaj, pastaj do ta themi. I kujt është? Do dalim atje në skenë. Do shohim. Edhe pastaj të themi se për çfarë është sezoni, është koha e përshtatshme, edhe është dëshira e Gëzimit për ta gatuar nga Ala Sante dhe do t'i gatuajmë bashkë. Dhe le të bëjmë me dije dhe ambisa se si mund t'i gatuajmë këtë lloj produkti këtë lloj shumë të veçantë, edhe të njohur, edhe të njohur, edhe jo shumë njohur, por pikërisht kjo është edhe qëllimi jon. Të njohur sepse i kemi parë në livada dhe pyje, por të pa njohur mirë në llojet e gatimit. Atëre me kamerën tonë shkojmë këtu në këtë duket si një copës kopshti këtu, ku mbi gjelbërim kemi shumë kërmi. Po. Të gatuash kërmi, është gjë e veçantë apo jo? Pikërisht këto do të gatuajmë ne sot, kërmi. Kryefjala është kërmilli. Po. Gëzim, kur ke filluar të merresh me kërmit si asortiment, le të themi? Ç'është e vërteta, ne përpiqemi të kemi më shumë çështje e sezonit, përpiqemi të marrim më shumë produktet e sezonit, sepse duke qenë se kanë edhe kemi zgjedhur jo pa qëllim, kam zgjedhur pikërisht kërmillin sot për arsye sepse kërmilli ka shumë i shijshëm, ka shumë vlerë ushqimore dhe mbi të gjitha shumë i pastër. Po. I pastër. Ushqet me atë vesën edhe me barin, no? Me barin, në fjalën e barit dhe pikërisht kjo është arsyeja, është edhe në sezonin e vet. Sezoni maj qershor është sezoni i tij më i përshtatshëm, që është i pastër, është kulmi i pranverës. Edhe mendova që të vi sot këtu pranë jush, duke gatuar çdo ditë në restorant, edhe mendova të gatuaj sot. Po pse mos ta ndaj me amvisat tona? Një ndër mënyrat, se ka shumë. Të themi që a i dini që hyn në bizneset më fitimprurse? Po. Realisht po. Hyn në bizneset më fitimprurse. Pasi unë kam parë dhe kam lexuar që është Shkodra që ka filluar të kultivojë mirë, pranë liçenit të Shkodrës, edhe biles ka një kërmim të veçantë, me thënë të vërtetë nuk e mbaj mend emrin tani. Ishin ca emra latin. Ca emra të jashtëm që unë nuk e mbaj mend, por që ka filluar shumë mirë të hyjë dhe tek ne. E kemi pas një orë? Po, absolutisht. I kemi pas një orë? E kemi pas një orë kërmillin, po jo të gjithë dinin ta gatuani, nuk mund të themi që s'është gatuar fare, por tani ka hyrë pak më tepër. Dhe një këshill, gra dhe vajza, ju që jeni të fiksuara pas estetikës dhe lëkurës, një kërmill që të ecën mbi lëkurë, nuk ka trajtim më të mirë natyror, nuk mund ta gjeni. Nga sekrecioni që nga gjithë ajo rruga me shkëlqim që lë në lëkurë, bën tërheqje, bën ushqim, bën pastrim, e të tjera. Po gjithatë ne do t'i gatuajmë këta gjithsesi. Ne kemi vendosur 3 tenxhere. Të treja fisleri keni? Ka disa forma gatimi. Fisleri keni të gjitha tenxheret? Fisleri kemi. Në rregull. Fisleri kemi, ja le t'i shohin të gjithë që kemi fister dhe ne gatuajmë vazhdimisht me fister, nga shpiragu. Ne falenderojmë shpiragun që na ndihmon dhe na i bën kuzhinën tonë kaq të pastër dhe na jep kaq dashuri për gatimin. Tani ka disa mënyra. Ne do mbetemi ke mënyra e Gëzimit. Si gatuan ky vet. Ka shumë mënyra gatimi. Pikë së parë mund të themi që kërmit paraprakisht i kemi lënë me ujë, me krip, edhe me ufull. Po. Me ufull molle të bardhë. Ufull bardh, për arsye për çështje rigjenerimi edhe të jenë sa më të freskët, sa më të mirë. Por para gatimit sugjerohet sigurisht që këto e kanë kaluar ciklin e tyre. Sugjerohet gjithmonë që 48 orë dhe 72 orë para se ato të gatuar, për arsyeën e ciklit të tyre, duhet mund t'i lënë në një ambient të hapur. Mund t'i hedhim diçka për të ngrënë, jo fare bari, mund t'i hedhim pak hime, mund t'i hedhim diçka të thatë, për arsye diçka të thatë, ose mund t'i hedhim pak galet, nëse varet çfarë mund të kemi në shtëpi, diçka të thatë për arsyeën e ciklit të tyre.
Edhe këto e kanë kaluar ciklin e tyre dhe tani i kemi lënë dhe me ujë me krip, me uthull para 3 orësh, edhe do të fillojmë procesin e gatimit në tretë tenxhere. Për arsye sepse për arsyen e ciklit të tij, kërmijën të kalojmë në tenxherën e parë, do ta lëmë derisa të marrë val, do ta pastrojmë, do ta shplajmë, do ta vendosin në tenxherën e dytë. Do të thotë këto procese janë të rëndësishme, delikate dhe anvisat duhet i shohim me vëmendje. Atëherë fillojmë. Por, le të themi dhe këtë, se duhet të bëjmë një proces, prandaj. Pa diskutim. Por, ne do të gatuajmë, madje do të bëjmë dhe një risotto, për cilën ne kemi përgatitur lëngun, kemi marrë bulion peshku dhe kemi zier pjesën, po. Tani do të shtojmë edhe perimet për të shtuar më tepër shijen edhe vlerën, sigurisht. Perimet të gjelbra pas keni marrë, që të njohur, mund të shtojmë edhe karrotë, perimet janë nga më të ndryshme. Nga më të ndryshme, po shikoj që janë të njëjtës ngjyrë, prandaj. E lëm të vazhdoj të ziej. Në rregull. Mund ta kalojmë në sobën tjetër sa të mbarojmë me zjerjen dhe kalimin e sepse sobën këtu e kemi të zënë me proceset. Atëherë, në çfarë mënyre do ta gatuajmë, çfarë forme do t'i japim kërmillit? Tashmë, gjëja e parë që do bëjmë do ta kalojmë në tigan. Në rregull. Tiganin e parë të dytë të tretë, pasi ta pastrojmë, pasi të kaloj procesi me anë të një shufe shebabi do ta nxjerrim. Do ta shkëpusim nga shtëpisë së vet. Dhe më pas sigurisht ka një pjesë pa pastërti të vetë që do pastrohet edhe ajo. Do ta tregojmë edhe këtë pjesë. Po jo, do të shikojmë këtë proces. Sigurisht. Mund të fillojmë dakor. Pak sepse duan punë dhe kur i shpjegon dhe minutat ikin. Si fillim marrim kërmit. Këtu jam pak më shumë, por nuk është. A ka rëndësi se a duhet jetë sa më i madh kërmilli? Është më i mirë apo jo? Sigurisht që asia ka të bëjë, por mjafton që të jetë në sezonin e tij, siç është aktualisht. Tani në sezonin e tij ka më shumë vlerë ushqimore, edhe normalisht është shumë i mirë. Si edhe gjelbrimi. Janë lakrat. Po ne po na lëviznin kërmit aty, kur i pam ishte Misa kam dëgjuar kur i kultivojnë këto kërmi, mbjedhin atje edhe lakra, që t'jenë në ambientin e tyre, që t'jenë në ambientin e tyre dhe të ushqejnë. Po. Rriten si në kushte natyrore. Pikërisht. Duhet toka tjetë lakësh, sepse lakëshirën e kanë shumë. E kanë për zemër kërmit. Po mirë, edhe këto përbërëse e tjerë do t'i themi neve se sigurisht kërmilli nuk do t'jetë vetëm, do ketë edhe shok në pjatë. Po, sigurisht. Është pjesa e parë që është pasi të kaloj procesin e vet, pasi të kaloj pjesën e pastrimit, atëherë ne kemi vendosur sot që ta bëjmë me risotto. Çfarë na duhet? Ne kemi përzgjedhur për përbërjen e kësaj pjate, kemi përzgjedhur djath gorgonzola, që do na duhet, pomodorini, risotton, parmigiano, arrat, pak selino, edhe sigurisht për pjesën e dekorit disa gjëra të vogla, pak pana, patjetër, pak shegë dhe këto gjërat e vogla ne do t'i shohim në dekorimin e pjatës, po. Këto janë pjesa e bazës. Orizin ne kemi marrë nga shporta jonë. Pa diskutim, teuta, vetëm teuta. Ndërkohë mund të vendosim edhe risotton ta ziejmë. Orizin, po, ta vendosim. Ju e dini tani kuzhina është e jotja. Faleminderit. Ne do të shohim se çfarë do bësh. Bashkë me ambisat. Mund të vërtitesh sipas dëshirës këtu, të kërkosh e të marrësh gjërat që të duhen. Me detaje mundësisht në mënyrë që dhe zonjat kur të kenë mundësinë të gatuajnë kërmillin, ta gatuajnë si shef gëzimi. Po. Në alasante. Tashmë procesi i parë i kërmillit përfundoi. Mjafton sa të marrë pak fare do të lihet. Pak fare, sa të marrë val. Për arsye që kërmilli të jetë sa më i pasur, mund të edhe nxjerr edhe atë sekrecionin. Sekrecionin, çështja e sekrecionit është gjithë ideja. I shplajmë. Pra duhet kemi tenxhere me ujë në dispozicion, lavamanin në dispozicion. Po, shumë gjëra. Kalo këtej e shpla andej. Po. Tani një pyetje këtu thjesht fare. Ka qenë e vështirë në fillim kur je marrë me kërmillin, se ka persona të cilët ta kenë pak bezdi, apo mësohesh? Mësohesh. Për shembull, njëri nuk e përgatis asnjë. Çfarë janë gjëra që rrshkasin? Di mënyrat e gatimit. Çfarë janë në mënyrë absolute se marr. Çfarë të rrshket këtu? Nuk mundem. Është shumë e mirë, është shumë e vlefshme. Mendoj se edhe kërmilli ndoshta. Po në fakt ajo ideja kur mendon që është i pastër ushqet vetëm me vesën e me kështu është të bën që të mendosh ndryshe. Sigurisht.
Por rritet më shumë edhe në vresh, a? Po, rritet, realisht rritet. Edhe shumë i pasër. E të prish punë në njëra, këtyre personave agronome dhe kështu me të mbjellat. Sigurisht, kanë problemet e tyre. Është një qik filokë? Është pa. Është një strec, duke t'i vogël, po është një qik filokë. Më duke se e kemi dhe në një shpreje, si kërmill më je bërë. Jo, futër si kërmillin atë guaskën e vetë, ndoshta fshihesh, ajo është shtëpiza. E kemi një shprehje. Po, e kemi. Atëre, e kemi kaluar nga një tenxhere. Tani jemi në tenxherën e dytë. Të kaluar, jemi në një tenxherë të dytë. Pasi kemi kulluar. Kemi shtuar dhe kripën. Kemi shtuar dhe kripën. Tashmë por i ri zjejmë, edhe i përzijmë në mënyrë që shikojmë që vetëm pjesën e ujit të jetë sa më i pastër. Ajo është grumbulluar në guaskë. Edhe kjo shërben për arsyren e pastrimit që të gjithë kërmimet të jetë sa më i pastër në momentin që konsumohet, sigurisht. Edhe për shprehjen e guackët, edhe për se do të na duhet ndonjë guackë për një minutë. Çdo të thotë për pastrimin e kërmillit, çdo të na shpjegojnë çik këtë, se janë shumë kurioze ambisat. Do të thotë që të ikë ajo sekrecionit, pjesa sekrecionit. I gjithë procesi që bëhet si nga tigani i parë, si nga i dytë dhe i treti, i gjithë ideja është vetëm për çështjen e sekrecionit. Po ta shikojmë në këtë moment ka disa pika të bardha. Ato janë. Këto janë pjesa e sekrecionit, e cila gradualisht filloi të dalin. Nga brenda dalin jashtë. Dhe kjo është e gjithë ideja për arsye pse bëhet në tre tiganët të ndryshëm. Të jetë sa më i pastër. Sa më i pastër në momentin e konsumimit. Do me thënë, kur ne t'i kalojmë në tiganin e tretë, nuk do të shohim më këtë bardhësi? Jo, nuk do të shohim më këtë, sepse do kaloj procesi i zjerrit plot. Është e provuar, ka provuar djalë, kështu që në rregull jemi. Edhe por që mu them që është shumë i shishëm, të gjithë njerëzit në Alasante e pëlqejnë shumë. Sot kemi zgjidhur mënyrën që mund ta bëjmë me risotto, por normalisht ka edhe procedura të tjera, që mund t'i bëjmë. Mund të përveç se me risotto, mund t'i bëjmë edhe me spaghetti, me linguine, me pasta, mund t'i bëjmë dore me mijë dhe vezë, mund t'i bëjmë tofu, sote. Dhe servirjen e kanë, siç ai tigani me gropa, kanë edhe një kështu si tip, siç është tasi i supës, po e kanë sipërfaqe të mbyllur me gropza dhe kërmit vendosen aty. Të gatuar më vete pse? Më kujtohet ai filmi me Pretty Woman, me Julia Roberts. Kur i shpëtoi kërmillin nga dora. Kur mori se kanë edhe pirurin e tyre. Kanë serviset, konsumohen sigurisht. Edhe nuk dinte ta nxilte atë. Nuk dinte në rol ajo. Po sigurisht, Julia Roberts. Edhe i kërsiti ai guacka iku nga një anë, ai pajisja i mbeti në kraun tjetër. Kështu që ka rëndësi edhe kjo. Dhe mazhordomi me shumë elegancë, ta kjo ndodh gjithmonë kur e kapin dorën e vet. Gjithmonë ku ka luks, ka dhe pak etiketë, domethënë. Mirë, se nuk e mbaruar kot për regjim. Atë fundi nuk e bëja dot. Zonja Tefta, më vjen mirë që ju me gëzimin keni zgjedhur një mënyrë e cila mund të jetë praktike që mund ta bëjnë anvisat në shtëpi. Se ky është qëllimi ynë, ëh? Patjetër. Kjo është me gjitha. Të jenë të gjithë pranë nesh. Që mos ta shohin të thonë babo si ta bëj. Jo, un kam zgjedhur. Ja kështu bëhet. Kjo është mënyra më e thjeshtë, është shumë praktike, kam thjesht procedura paraprake për çështjen e pastrimit, e cila duhet bërë çështja e paraprake e pastrimit që bëhet në çdo proces, si furrës, si dore, si sote. Që çfarë do lloj procesi gatimi, si me pas, çfarë do lloj procesi gatimi që ti do të bësh, normalisht që ky është procesi paraprake i cili bëhet. Më pastaj normalisht zgjedh vetë mënyrën se si ambisat tona se si do ta gatuajmë, por pjesa e parë është kjo që do. Gatimet janë më të ndryshme, ka edhe mbushje të guackës. Edhe mbushje. Po. Do të thonë hiqet tuli, çopsohet dhe pastaj bëhet mbushja. Po ta shikojmë në këto momente tani. Kjo pjesa e cipës ka filluar të dalë plotësisht edhe ujiti ka ndryshuar ngjyrë. Është ngjyrosur. Që do thotë që ka lëshuar edhe pjesën e dytë edhe pjesën e pasapasërisht që mund të kishte pjesa e guaska. Edhe tani edhe kjo pjesë është gati, mund ta fikim. Shplarje tjetër. Po, shplarje e dytë. Po, kalojmë në shplarjen e dytë. Po bëjmë shplarjen e dytë. Po. Dhe pastaj na pret nxjerrja tjetër me më tepër ujë. Po, sigurisht. Kur ne ti gatuajmë këto kërmit duhet patjetër të jenë të freskët, ëh? Sigurisht, gjëra primare. Po ka ndonjë mënyrë për të dalluar si janë të freskët? Po që lëvizin. Ja, po të shikojmë. Ja, shikojmë. Ja, mjafton ti ngacmojmë edhe shikojmë. Ja, po na fetën e karrotës. Jo i kemi për dekor, po i kemi vënë edhe gjithë lakre. Po, ushimin e vazhdon. Po sepse kanë traditë që janë me dietë prandaj. Atë shkretët. Ata janë me dietë, do të hanë pastaj. Po. Duhet sasi ujë? Sasi
Jo, mjafton kjo sasia e ujtit, që është tani do lejmë në procedurën e tretë që është vetëm zierja. Tani do kalojmë zierja plot që do bëhet. Sepse është kaluar procesi i parë i dyti, pjesa e pastrimit plot, edhe tani është pjesa çështja e zierjes. Si qëndrojmë çik këtu te zierja. Po. Se ne do bëjmë për shembull, do bëjmë mund ta fikim pak ato të lutem. Po. Ne do bëjmë risotto. Po, risotto. Po ky lëngu i kësaj mund të përdoret? Realisht nuk mund të përdoret për arsyeën e atij se kemi kaluar disa procese. Po, edhe mund ta përdorim, por unë kam përzgjedhur të bëjmë mirë një buljon paraprap. Për arsye që mos rëndohet shija, edhe kjo për të pjesën e cipës cilë ka pjesën sekrecionit vet, që të jetë sa më i pastër. Gjithë ideja është që përmjellja paraprakisht të jetë sa më i pastër para se të gatuhet. Edhe në këtë rast pastërtia është maksimale sigurisht. Sepse gjithë nënat tona e kanë pak problem te pjesën e sekrecionit. Me kujdes se hyn dhe unë te nënat. Sigurisht. Si është puna? Edhe nënat tona e kanë pak problem te pjesën e përmjelljes, ku e shohim sepse shumë e gatuajnë, shumë kanë pak në mënyrë bezdi këtë pjesën e të gatuarit, por ne tregojmë një mënyrë që mund të gatuat shumë mirë. Edhe shumë pa pasur fare problem. Fare neveri, sepse bëhet një pastrim shumë i plot. Duke patur parasysh edhe atë çfarë ai vetë përmirë konsumon, në cilat ne konsumojmë shumë gjëra tjera që kanë shumë gjëra tjera që gatuan. Zonja Teksa thotë ashtu është i pastër, thotë prapë bezdi e ka thotë është i pastër, ai thotë po si t'ia bëjmë që se bëj dot. Shumë i pastër. Tani mund të vendosim. Edhe veç kësaj, siç e the edhe ti Eneda, që mund ta vendosim në këto rrudhat e syve. Rrudhat e syve. Ai procesi i tërheqjes i lifting që quajnë. Po, dhe me këtë po, edhe me këtë sekrecion të ai e bën gjithë punën sekrecion. Bëjmë edhe një pomadë krem me cilën mund të lyejmë fytyrën për të hequr rrudhat. Nuk e bëjmë dot, në ata që e bëjnë atë kremin, ai kremi është aq i kushtueshëm sa me zor blihet, po. Është e qartë ajo. Neve vetëm që mund të bëjmë. E thash bëjmë, domethënë që bëhet. Neve mund të bëjmë përmjelljen në fytyrë, atë mund të bëjmë. Ne mund ta bëjmë atë gjë. Po, mund ta vendosim. Zonja Teksa, mund të vëmë në narkozë, nëse ke bezdi dhe pastaj Po vlen? Vlen ajo në narkozë? Po është bile fytyra është e relaksuar. Je në qetësi. Mirë, se le japim opsione të cilat janë pozitive. Po që janë është me vlerë, me vlera shumë të mëdha. Tani kalojmë tek tenxheria numër 3. Numër 3 që është kjo dhe tenxheria e katërt tani kemi vendosur ujtin për të zier risotton. Orizin, po. Orizin. Ujtin më parë kemi hedhur buljonin e peshkut pak të me perimet. Mund t'i hedhim pak fare vaj altis. Po, jo kemi Italia. Ne kemi të kompanisë Teuta. Hedhim pak vaj ulliri dhe më pas hedhim risotton. Orizin, kemi zgjedhur tipin Carnaroli, po nga kompania Teuta. Po nga kompania Teuta. Edhe kjo ka procesin e vetë sigurisht, do zjerjen. Ja kemi këto. Falenderit. Ja, në moment. Po. Nuk ka vendosur shtu. Po, falenderit. Tashi nuk shplajmë. Jo, tani nuk shplajmë, tani e shikojmë. E shikojmë gjatë zierjes, edhe gradualisht tani do të kuptojmë si kanë arritur që të ziejnë, sepse mund të... Do ta shohim kështu në këtë formë. Po. Do ta shikojmë kështu. Po. Ne heqim pak atë lugën? Edhe pak, po. Ne shohim që nuk kemi më zbardhje. Po. Mund të marrim edhe, mund ta provojmë ndërkohë. Marrim një kërmjell vetëm, mund ta vendosim ashtu këtu, mund ta vendosim ashtu, edhe shikojmë. Po. Direkt. E shohim në detaj. E shikojmë në detaj. E thojmë pak. Edhe marrën të një shufër shebabi. Po, mund të vim edhe këtu, apo jo? Mirë të bërë në... Mirë, në rejtë. Jo, s'ka problem. Nga që është nxehtë, e mori nga zjarri. Mjafton që të ftohet, e shikojmë. Duhet që t'jetë nxehtë, apo jo? Jo, nuk është nevoja. E shikojmë. Edhe moment, është pothuajse gati. Duke rrotulluar, është shkëputur, edhe është gati në momentin. Në momentin që del me lehtësi, është i bërë. Kjo është edhe procedura shumë e thjeshtë, të cilat gjitha anvisat mund ta bëjnë në shtëpi. Po. Ato anvisat që kanë patjetër. Po, sigurisht për ata. Tani vazhdojmë me të tjerat? Shumë thjesht doli ajo. Shumë thjesht. Nuk ka fare vështirësi. Tani
bëjmë të njëjtën gjë edhe me pjesën tjetër. Do t'i nxjerrim të gjitha? Po, ne nxjerrim të gjitha. Mund t'i kullojmë në një kullesë më mirë? Po, e kam gati kullesën. A, e ke gati, mirë, në rregull. Okej, atëherë kalojmë direkt tek lavamani, jo? Po, te pjesa e lavamanit. Atëherë, ndodh ndonjëherë gëzim që Ambisa mund të vinë në këtë moment tek një report dhe është shumë kurios të di se çfarë ne kemi gatuar. Çfarë kemi gatuar? Dhe mund të themi çfarë kemi gatuar dhe çfarë jemi duke gatuar në procesin sipër. Le të themi procesi që kemi bërë deri tani për përgatitjen e kërmimit. Edhe asortimentet, çfarë po përdoret dhe si po veprojnë. Atëherë gëzimi mund na thotë se ç'kemi bërë deri tani. Deri tash me proceset e kërmimit. Pastaj do themi përbërësit. Patjetër. Atëherë, në momentin e parë kemi vendosur 3 tenxhere duke marrë val ujiti. Në momentin që merr val ujiti, hedhim tek tenxhera e parë, e lëm pa kërmillin derisa po ai të marrë val, dhe në momentin e parë atë e heq nga tenxhera e parë, e shplan, edhe kalon tek tenxhera e dytë. Të njëjtën gjë, faleminderit. Të njëjtën gjë bën edhe në tenxherën e dytë. E lën derisa të marrë val, po koha e tij është pak më e madhe se sa tenxhera e parë, për arsye që derisa e kontrollon gjysmë zjerë këtë tenxherës e dytë, derisa ujiti të lëshojnë të marrë një ngjyrë tjetër. Në momentin që ujiti merr ngjyrën tjetër, atëherë sigurisht që e rishplajmë edhe kalojmë tek tenxhera e tretë. Të ndalojmë pak tu, të lutem, gëzim, se këto zonjat kur dalëm në rrugë, që takohemi, përshëndetemi, po si se tha dhe njëherë, po pse e bëri këtë proces, atëherë ta themi. E bëm këtë proces të kalimit nga një tenxhere në tenxherën tjetër, mbas një pastrimi të ujit të ftohtë, dhe pastaj e kalojmë në tenxherën e tretë. Pra, kemi vënë tenxherën e parë ka zier, kemi hedhur këto, i kemi zier, i kemi kulluar, i kemi shplar. Në tenxherën e dytë gjithashtu, tani kalojmë tenxherën e tretë të bëjnë zierin e plotë. E gjithë kjo bëhet për të larguar atë sekresion që ka kërmili në vete. Që mos kemi vështirë gjatë të ngërnit, ë? Po, sigurisht. Kjo është. Kështu kemi arritur në fundin, që i kemi zier dhe i kemi nxjerr nga guacka. Na duhen guackat? Mund të mbajmë në një guack. Një lash të gjitha. Po, shplava, që të kemë dispozicion, mund të zgjedhni guacka më të mirë që duan. Tani vazhdojmë procesin tjetër, që është procesi i pastrimit. Çfarë do t'i pastrojmë kërmillit nga pjesa e tullit? Po. E ka ta tash? Sigurisht. Çfarë është tani? Pjesën tjetër, kjo është pjesa pa pastërtisë që ai ka. Edhe ta shohim pak me kujdesin, që të lutem. Që të dinë dhe zonjat se si ta bëjnë këtë veprim. Gjithmonë në ujë të rrjedhshëm, për arsye se uji na ndihmon. Po. Edhe për largimin. Edhe për largimin e sekrecionit, që është mbetur, kjo është pastruar tashmë. Edhe është gati. Thjesht pjesën e fundit, pjesa e fundit kërmillit, është ajo pjesa e cila duhet pastruar. Duhet pastruar dhe uji i rrjedhshëm sigurisht që ndihmon shumë në shplarjen që i bëhet kërmillit. Duhet për një provë kështu, që ta tregojmë. Tani, do ta marrim të kështu mundësisht, pa e prishur, edhe ta tregojmë këtu se ku është ajo pjesë që duhet larguar. Cilën duhet? Pjesa që duhet larguar është pjesa e poshtme, pjesa e fundit të kësaj, deri këtu. Kjo që vjen si zorë, ashtu, Kjo si zorë, ko pjesë shkëputet. Pastaj pjesa që mbetet është kjo pjesa këtu, bashkë me pjesën e fundit, që është deri diku këtu. Kjo pjesa tjetër komplet shkëputet. Atëherë, ashtu e bëjmë atë veprim. Ja. Do thonë uji i rrjedhshëm sigurisht që bën. Të ndihmon më shumë, po ja e provojmë. Ato që duhet. Jo, vetëm për pastaj do ta kalojmë në ujë të rrjedhshëm patjetër. Sigurisht. Ja, mund ta shikojmë. Mirë. Kjo është pjesa e pastrimit. Edhe kjo është pjesa e cila mbetet. Tani e kalojmë në ujë të rrjedhshëm. Tani kalojmë në ujë të rrjedhshëm. Po. Shumë mirë. I shkreti kërmillit. Po duhet është në gjiru duhet parë me detaj në mënyrë që ta bëjmë si duhet. Mos heqim ato pjesës. Po, sigurisht. Ja, tash kjo është i shplar. Më është gati, ja. Kjo është ajo që mbetet nga gjithë kërmilli. Po. Ashtu, ha? Ajo përdoret. Kjo është pjesa e cila përdoret. Urdhë. Faleminderit. Edhe ajo tjetra. Vazhdojmë me të tjerët. Vazhdojmë me të tjerët. Ndërkohë mos harrojmë që kemi orizin duke zjerë. Edhe duhet të jetë një pjatë e shtrenjtë apo jo? Sigurisht. Se është ka gjithë ka shumë punë, ka shumë procedura, ka shumë kohë pune në të bërë. Por është e veçantë sepse është pjatë sezonale. Edhe e shijshme. Edhe e shijshme, nuk diskutohet.
Ja, nga gjitha e kornil ka që në Ja, pjesa e këtyre, ha? Po. Është pjesa e konsumueshme. Duke si gjua jo, në fakt. Pak ashtu e ka dhe në shije, ashtu është, ka formën, kanë pjesën e fortësisë së saj, është pak a shumë e njëjtë me to. Edhe procedura. Tani, këto procedura në kuzhinën tënde besoj që ke ndihmës, ë? Sigurisht kam ndihmë. Se imagjinoni të rritë merret shefi në të këto gjëra, pastaj tani kur na vjen pjata. Shefi e ka bërë këto veprim, se ka dhënë shembullin. Sigurisht. Pastaj bëjnë Pastaj ka ekzekutorë të tjerë. Kam dy djemtë e mi aty në restorant, cilët i përshëndes, që ato më ndihmojnë vërtet shumë. Edhe normalisht që kjo është një procedurë e cila do pak kohë, zgjat. Por kjo bëhet punë paraprake sigurisht. Është puna paraprake e cila bëhet. Edhe në këtë moment pastaj është gati për të sigurisë. Se kjo është një kohë pune e cila është shumë e gjatë, normalisht që klienti nuk pret kaq gjatë. Por ajo bëhet gati edhe është patjetër. Konsumohet brenda ditës sigurisht. Për t'i mbajtur sa më mirë kërmit, në qoftë se nuk i gatuaj në moment, se mund ndodhi edhe në shtëpi që si gatuan në moment. Mund i gatuaj në moment, ose i gatuaj gjitha në drek. Mund i gatuaj në mbarkë. Edhe mund t'i lëm pak fare, mund t'i shten pak fare ufull, sepse ufulli amorës prap e zbut goxha kërmillin. Edhe e mban atë pjesën e fortësisë vet. Por që ruan strukturën e vet, origjinale të vet. Tani përfunduam. Ne përfunduam. Do të merremi me këta këtu. Këta do të gatuajmë. Ai që është e gjithë. Okej. Atëherë. Tash ti vazhdojmë procesin tjetër. Po. Tani bëjmë. Tani mund të themi edhe një herë, cilat janë përbërësit që do të përgatisim neve për risotton. Përbërësit për risotton janë pomodorinit, është djathi gorgonzola, është djathi parmigiano, janë arrat, është pana, është selinoja që do ta fillojmë në këto momente. Atëherë, Gzim, çfarë po bëjmë tani pasi pastruam kërmit? Pasi pastruam, tani do fillojmë bëjmë risotton. Dakor, ja shikoj tik. Ja. Ta marrin ta vendosin tek vendi vet? E vëm bashkë me shokut atje. Te shokut këtu. Atje, ushqeu atje. Te vendi vet? Atëherë, tani do fillojmë të bëjmë risotton, që cilën kemi vënë të zihet. Po. Edhe të bëjmë salcën. Po. Unë kam zgjedhur një salcë e cila është diçka që është shumë e shijshme. Kam bërë një kombinim mes arrave, djathit gorgonzola, selinos dhe kërmive. Është një kombinim goxha i mirë. Sa bukur të këndon fika në duar. Kur janë çunat e shkatët shumë na pëlqen. Shiko, e di çfarë mendoja tani? Edhe kjo është shumë e vërtetë. Kemi thënë lidhjen e përbërësve me njëri tjetrin, për shembull, të tokës me të tokës. Që të shkojnë me njëri. Për shembull, orizi nuk jeton pa ujë. Është shumë ujë. Ka një lagështirë të madhe. I dim ato orizore. Edhe kërmit mund të kalojnë atje, kështu që është një përshtatje shumë e mirë. E kanë gjetur? Po, realisht. Mban mend ka qenë ai filmi Vajzat e orizoreve me ujë deri tek gjuri që shkonin në mblidhjen edhe orizi nuk përftohet as kollaj. Sot pas kemi zgjedhur produkte që kanë sakrificë në rritjen e vet. Sigurisht. Ja, e bën fije selinon. Bëjmë ime sa më imët. Është procedura e parë. Pastaj me pak vaj ulliri. Edhe vendosim mbi sot. Më mirë, ajo se është pak më fuqishme. Faleminderit. Në rregull. Dhe fryzojmë. Ne japim të kaluar të lehtë në zjarr. Në zjarr, ndërkohë bëjmë gati përbërësit e tjerë. Po. Të cilat na duhen. Do t'i ndajmë për gjysmë. Vendosim ndajmë për gjysmë. 3 kokra deri në 4 kokra. Nuk është problem. Pak kopër, se na duhet. Kopra na pëlqen. Sigurisht, edhe shkon shumë. Ja, ku ta hedhim për shkakun. Faleminderit. Jesh këtu? Po, faleminderit. Ndërkohë shikojmë edhe risotton, është pothuajse e zier. Po. Tashmë. Kopra sigurisht do na duhet në fund. Para se ta përfundojmë pjatën. Domaten. Tjetër kemi dhe kungullin e karotën, a? Kungullin e karotën e kam pjesën e dekorit, që dhe bëjmë në fund. Janë të freskët? Janë të freskët, sigurisht. Edhe bëjmë në fund fare. Po. Faleminderit. Se ka dhe kuat? Faleminderit.
Tashmë, selenoja është zbutur, paksa, kombinojnë kalem këtu më mirë që është pak më e fuqishme. Ndërkohë shikojmë edhe një tjetër të atë të pudëm. Përse do? Për risotto, thjesht ta përzihen pak. Të është e dorë. Tani në momentin që selenoja falenderit është zbutur, hedhim kërmit. Procedura e parë. Në moment sa po hedhim kërmit, i lëm shumë pak të përzihen të dyja bashkë, edhe hedhim arrat, për arsye që edhe arrat të skuqen, përveç që të kenë atë ndryshueshmërinë në pjatë, përveç të butës dhe risottos që është butë, ketë atje të crispy. Në këtë rast kemi arrën, përveç kësaj është edhe çështja e shijes, sigurisht. E kujt? E shijes, duke u skuqur arra, do të lëshon një shije të veçantë dhe e gjithë çështja është kombinimi i shijeve të gjithë përbërësve, kuptohet. Do me të çdo gjë ne përgatitim veç. Risotton me lëngun e perimeve apo lëng bulion tjetër, si në rastin ton kemi vënë bulion e peshkut. Dhe përgatisim tani. Tani në momentin që shikojmë që është bërë skuqja, i hedhim pomodorinë, tomatet e vogla. Edhe normalisht sigurisht e përzim përsëri. Tani këtë sasi që ke bërë këtu tani është për një pjatë? Për një pjatë, sigurisht. Edhe risottoja sigurisht për një. Edhe risotto është zirë, është gati. E përzim ndërkohë që je pa qëllim nuk do më lënë kjo? Jo, është gati, mund ta fikim. Mund ta fikim. Je pa qëllim e vendosim pomodorinë, vendosim në fund për arsye që të mbeten pak më të fortë se të tjerë, duke qenë se fëmijëlli ka nevojë për skuqje, arra ka nevojë për skuqje, për të lëshuar edhe aromën e vet, për aromën nëse pomodorinë të jetë pak më i fortë sigurisht. Për të bërë kombinimin e tyre duhet kjo pjesë. Tani procedura e kësaj është të skuqur, arritur skuqja e plot, edhe në këtë moment që arrit skuqja e plot i hedhim konjakun. Tani le të themi që kjo është një pjatë e gëzimit, ëh? Sigurisht. Kjo është një pjatë e krijuar nga gëzimi. Në këtë moment marrim edhe pak bulionin. Të shtojmë pak bulion. Ky është efekt. Shumë bukur. Marrim falenderit. Marrim pak bulionin. Në këtë moment që hedhim lëngun, i hedhim dhe djathën gorgonzola. Pak djathë gorgonzola kuptohet, për arsye që djathë gorgonzola është shumë i fortë si djathë. Edhe normalisht që edhe vjen nga vetë Ukraina, gorgonzol që quhet, edhe aty prodhohet në shpella. Është shumë interesant. Që ka pjesën e penicillinës, kjo pjesa ka përbërësi që e ndihmojnë që të arrijë këtë formë. Hedhim dhe panën në këtë moment. Me atë panën e kemi mbërësuar. Po, e kemi zbuar edhe mbërësuar dhe zbutur njëkohësisht. Hedhim pak fare krip. Mund të hedhim pak fare piper në këtë moment. Mos të nevojiten gjë këto këtu, se ne i mbajmë çdo gjë të para. Faleminderit. Po çfarë na nevojiten i përdorim? Ka dhe gjëra që më nevojiten, ato që i kam këtu më duhen për nevojitjen për çështjen e dekorit. Po. Sigurisht, një fare të susamit, tani e shikojmë që është lidhur si salcë. Po. Është bërë kremoze. Po, patjetër. Është e lëngshme, po është kremoze, është e lidhur. Janë lëshuar gjithë zerat ushqimore të secilit produkt. Edhe janë lidhur me njëran tjetër. Ka dhënë shijen dhe shijen e këtyre gjithë do ta marrë risotto sigurisht. Kjo është e gjithë ideja e pjatës. Në këtë moment. Po mi tash, po thuaj ti mua tani këtë pjatë që bëre ti, kush do haje, kush do qaj këtu. Se të gjithë po hapen syt. Edhe po kërkojnë tani është pjesë tjetër. Të shijojnë të pjatë të mrekullueshme. Ë? Po ja. Tash pse nuk theti të bënim një tenxhere më të madhe? Sportën e kemi plot me oriz mondial. Ja, na kam dhënë ta kërmit të tjerë, pse jam ta bëjmë edhe një pjesë. Nga kompania Teuta. Po. Tani risottoja është pothuajse gati. Po, patjetër. Zakonisht pjatat i japun, kështu do hëm bosh edhe ju i mbush. Faleminderit. Mirë. Kjo është pjatanca ku do servirë. Në rregull. Kemi nevojë që për ta fshirë? Po, pak fare, se mundesh. Në fund fare vendosim herën pak djathin parmigiano. Po, patjetër. Ke bërë gati dhe këto guacka, që nuk e di si e ke menduar servirjen. Po. Tani risottoja është gati.
Edhe kemi vetëm pjesën e dekorit për bërë. Mrekullueshme, lidhja është bërë e mrekullueshme. E gjithë ideja është tek lidhja, kuptoj. Tjetë sa më e lidhur. Tani, në fakt, po mos të dish që këtu ka një kërmill, pjata është e mrekullueshme me mish tull. Po. Me mishin tull. Si do ta bëjmë që të dihet kjo Si pjatë? do të bëjmë se dihet. Apo do vendosim edhe në këto? Sigurisht. Edhe këto mund të mbushen, ë? Po, patjetër. Ne kemi zgjedhur një variant që është pak më i thjeshtë. Ndër variantet e tjera. Tjetër. Tani do bëjmë një dekor. Tu kemi bërë pjesën e dekorit. Këtu kemi pak panxhar, të cilin për efekt kohe kemi nxjerrë më para. E kemi përgatitur paraprakisht, kemi panxharin, e kemi nxjerrë pak më shumë se ç'duhet. I kemi hedhur pak lidh agar-agar. Edhe e kemi miksuar në mikser me pak akull. Edhe është bërë lidhsi. Është bërë një salcë. Një salcë. Gjelatinën me fjalë. Po, pak. Pak gjelatine. Edhe kjo atë konsistencën e vet. Edhe i jep edhe shkëlqime. Sigurisht që të duhet për pjesën e pjatës. Këtë gjë mund ta bëjmë shumë thjesht në shtëpi. Po, shumë e thjeshtë, nuk ka asgjë. Shumë e thjesht, do të zihej mirë, do të kaloj në grirje, pak pastaj e kalojmë me gjelatinën, ë? Po, edhe pastaj e lëmë në ftofje. E lëmë në ftofje, do të kënë vet, ftohet edhe është pothuajse gati. Po. Është shumë praktike. Përveç kësaj, mund në qoftë se nuk na pëlqen ngjyra kuqe, mund të përdojmë edhe ngjyrë tjetër, nuk është vetëm me kuqe. Patjetër. Në qoftë se të kuqe për shembull kemi bërë me panxharin, mund të bëjmë me spinaqe jeshile, mund të bëjmë me të zezën e sepjes të zezën. Po. Mund të hedhim zaferano, gjithashtu. ose zaferano ose karrotën. Po, patjetër. Sigurisht që është pjesë tjetër kjo. Po ne përzgjodhëm të kuqen sot, ngjyrë çelur, ngjyrë pranverore, që për na vjen dhe vera tashmë. Edhe e gjelbër, ta të shkonte, me që se shkon basi gjelbës. Sigurisht. Kërmilli, duan të bëjmë përshtat televizor. Kemi edhe të gjelbërtën të Ja, ku e kemi edhe të gjelbërën. Shumë mirë. Normalisht. Të janë pjesët e dekorit. Çfarë gjethesh në to? Atëherë ky është gjethe spinaqi, thjesht edhe e krerethore, ajo është lakër e kuqe. Lakër e kuqe, radikjo. Të vjen pak shega. Mund të vendosim pak fara susami. Të barë, pak fara susami. I japin dhe aromë. Po që është kjo pjesa e dekorit, është zgjidhje momentale, nuk është e thënë. Pastaj mund të vendosim pak ose cili ka fantazinë e vet apo jo. Mund të vendosim pak përsëri pjesë e dekorit, që është pjesa e freskëve e saj. Por që të gjitha konsumohen, ë? Sigurisht, çdo gjë në pjatë është e ngrënshme. Është e konsumueshme, kuptohet. Edhe karrota mund të bëjmë të njëjtën gjë. Nuk kalon gjë në blanshim me kështu, a? Fare, s'ka nevojë. Jo, e kështu freskë. Është një gjë që mund të bëhet në shtëpi shumë kollaj. Po, mund të bëhet, fare thjesht. Lehtësisht fare. Lehtësisht fare, nuk ka asnjë lloj problemi. Tani hedhim risotton me kujdes. Mos do luk tjetër? Po, në qoftë se ka. Si ta kesh më e vogël, që ta Faleminderit. Ta shtojmë lehtësisht aty. Po. Faleminderit. Çfarë do bëja unë, mos ishe zonja Tefta bashkë me ju. Jo, s'është ashtu. Tash ti ke ardhur këtu. Unë të thash në qoftë se ke një pjatë tënden, do ishte më interesante. Po, dhe pikërisht. Edhe ti bëre një zgjedhje shumë të mirë. Edhe pëkërmit janë, është sezoni i tyre. Është sezoni i tyre. Sigurisht. Tani e kanë vlerën më të madhe. Po, mund t'i konsumojnë në çdo kohë, se mund t'i kemi të konservuar, po sigurisht në këtë sezon që është i freskët, nuk bëhet. Sigurisht nuk ka. Mirë. Një kartë pecet. Një kartë pecet. Po. Tani mund e kemi aty. Ja, se shiko. Ky po punon tani dhe ne na pëlqen shumë. Sepse e ka marrë këtë edukat në MasterChef. Është pjesë e MasterChefit. Është kështu apo jo, mos gaboj? Ka ardhur i veshur është e dukshme ajo. Pikërisht. I stamposur gjithandej me MasterChef. Po. Shumë mirë. Ti hequm këto? Tu aliroj vendin? Po. Këto moment. Kjo është. Kësë e gati, kërmiri. Këtu kemi bërë pak salë bechamel, i thjesht, me pak panxhar. Edhe kjo për të thjesht dhe vetëm për çështjen e dekorit. Që na duhet. Po dekor po i shishëm. Po që kemi bërë kërmillit ama, e bytëm dhe me dekorin. E bëm dhe kaçurel. Po gjithë këtë dekor është pjesë
të ngrënit Po, patjetër. në pjatë, patjetër. Atëherë çka kemi tjetër? Shko se jemi në fund, ose ne vazhdo fol, po... Po, që koha ecën. Jo, na pëlqen në fakt. Mirë, kur e bëjmë me kohën e vet, me kohën e duhur... Djati na duhet që jo? Po, jo, nuk na duhet. Në rregull. Mirë, okej, atëherë vëm këtu. Pjata është gati. I heqim këto tej, që të ketë hapësirën e duhur dhe e afrojmë. Ja, Gëzimi ka përgatitur kërmit në këtë formë dhe me këtë dekor sot. Ju bëf të mirë. Duket shumë e bukur, duket shumë elegante, duhet jetë shumë e shijshme me aromë të mirë, nuk është e vështirë, është e realizueshme. Mos u tremni asnjëherë kur shikoni pjata të tilla. Për ata që na kanë ndjekur gjatë procedurës gatimit, e kanë parë që gjërat nuk janë aq të vështira. Këtë pjatë mund ta bëni edhe vetë në shtëpitë tuaja. Atëherë, Gëzim, kënaqësi që ishe këtu. Kënaqësi që ishe. Besoj që kemi pasur shumë vëmendje sot nga ambisat, nga ata që e pëlqejnë kuzhinën dhe nga ata që kanë dëshirë të gatuajnë, apo jo zonja Tefa? Po, unë them që ti gatuani kërmit, se janë shumë të shëndetshëm dhe shumë të pastër. Dhe ne duam që herë tjetër na vish përsëri me pjatat e tua, po kaq të veçanta, edhe më të veçanta. Turojmë të mbar, faleminderit. Edhe ekipin e falenderojmë, edhe ju urojmë sukses. Faleminderit dhe ju që qëndruat me ne, që gatuat me ne, mos harroni orën, vendin, janë po të njëjtat, vetëm recetat ndryshojnë. Me zonjën Tefa jemi këtu që t'i gatuajmë ato së bashku.